Gjesti gati të qaj me historinë e Rezartës se ndjen në lëkur, jap se u prish Gjesti me familje, si e përzuri babai kur ai I dërgoi bukë. Gjesti ka ndarë publikisht sfidat e tij personale duke përfshirë edhe marrëdhëniet komplekse me familjen e tij në Pej. Megjithatë, në prajmen e fundit ku u shfaq historia e dhimbshme e Rezartës, e cila deklaroi se nuk ka marrë vëmendjen dhe dashurinë e duhur nga prindërit e saj, bëri që Gjesti të shihej pothuajse me lot në sy. E fansat e çmendur të tij dhe të Big Brotherit duket se kanë vënë re këtë gjë, duke lidhur edhe me historinë e tij, e cila është pothuajse e njëjtë me të Rezartës. Në një intervistë më parë, ai kishte rrëfyer që ka bërë veprime që kanë zhgënjur e lënduar familjen e tij, gjë që e shtyu të largohej nga shtëpia dhe të përballej me vështirësi të shumta si fjetja në rrugë, mungesa ushqimit. Gjesti gjithashtu në intervistën e gjetur nga fansat ka ndarë dhe sekretet, teksa tha se ka pasur një raport të tensionuar me babain e tij, duke përmendur se kur I dërgonte bukë, babai e hidhte jashtë. Gjesti aktualisht është një ndër personat më të folur mediatikisht në rrjet, por duket se kjo histori ka prekur zemrat e shumë djegësve. Teksa Gjesti në Big Brother VIP Kosova shprehej se tani më e ka lidhjen me familjen më të shenjtë se kur. Babai, I cili ka qenë më shumë si një diktator brenda shtëpisë, duket se si është ëmbëltuar zemra, tani më edhe motrën dhe vëllain I sheh si fëmijët e tij dhe ndihet krenar për ta. Gjesti shpreh se është shumë I lumtur me këtë përfundim, teksa tregoi se gjithçka e bën për familjen dhe që të jenë me fytyrën e bardhë, pasi deri më sot nuk ja kanë parë hajrin, përfundonte Gjesti.